Nëse do ta përshkruanit Kosovën me një fjalë, cila do të ishte? Krenaria, historia e suksesit. Cila është tradita shqiptare që keni më shumë për zemër? Mikpritja. Një mesazh i shkurtër për shqiptarët në Toronto. T'jeni sa më të bashkuar dhe bashkë mund t'ja rrënë gjithë. Sonte në këndvështrim 360 gradë kemi të ftuar një personalitet i cili përfaqëson me dinjitet Kosovën dhe mbar shqiptarët në Kanada, konsullin e përgjithshëm të Kosovës në Toronto, zotin Kadri Dakaj. Me një karrierë të gjatë diplomatike, me përkushtimin ndaj bashkëpunimit kulturor e kombëtar, ai është zëri që bashkon diasporën dhe ruan lidhjet me atë dheun. Faleminderit që jeni sonte me ne. Faleminderit për ftesën dhe prezantimin, Antela. Është kënaqësi për njerëzit që kanë vlera si puna juaj. Faleminderit për punën dhe më lejoni që në emrin tim personal po edhe të konsullatës përgjithshme t'ju uroj për këtë televizion tashmëri të hapur në Kanada. Ju dëshiroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Atëre filloj me njëherë pa humbur kohë sepse jam e sigurt që gjithë audienca që do të na ndjek ka interes të mësoj më shumë për ju në aspektin personal, por edhe atë të karrierës suaj. Si ka nisur rrugtimi juaj diplomatik dhe si ishte ai momenti i parë që vendosët, pra çfarë emocionesh ju shkaktoi momenti i parë që ju do të përfaqësonit Kosovën diku jashtë? Pyetje shumë interesante, faleminderit. Është momentet e para kur kem filluar me mendu këtë pjesë normalisht që lidhen me situatën që ne kemi kaluar më herët se sa të krijohej shteti i Kosovës. Sigurisht ato vujtje dhe luftra që ka kaluar populli i Kosovës kanë qenë jashtëzakonisht vështira dhe të kurorzohen me shpalljen e shtetit të ri shqiptar të Kosovës ka qenë një ëndër e kahmotshme e gjeneratave të tëra të cilat kanë luftuar, kanë derdhë gjak, kanë sakrifikuar për këtë ditë. Ne që kemi përjetuar luftën, në atë kohë kam qenë si 17 vjeçar, normalisht edhe për brezat përpara prindërit tanë na kanë folë gjithmonë me endje për lirinë, për shtetin, për Shqipërinë, për gjitha dhe kemi kultivuar kulturën edhe atë emancipimin kombëtar ta quajmë. Dhe normalisht sfida kryesore ka qenë konflikti, lufta të cilën e kemi përjetuar pothuajse gjithë populli i Kosovës, po ashtu edhe ai shqiptar në Shqipëri dhe vende tjera, e cila u korrizua fatmirësisht fal gjakut derdhur, fal sakrificës, fal edhe ndihmës së aleatëve tanë kur korrizojmë shlerimin e Kosovës. Pas shlerimit të Kosovës dhe hyrjes së trupave të NATO-s bashku me ushtrinë qendrore të Kosovës brenda territorit që kanë bërë luftën për shtrim, Kosova u përjetu dhe kuptuam shumë qartë që do ta ketë edhe atë rrugën e saj të ndritur që do të kurorzohet me pavarësinë e saj. Tani, gjatë vitit 2000, po mas luftës normalisht është entuziazmi i madh për çdo të ri shqiptar, për secilin shqiptar të Kosovës, po ashtu edhe vende tjera, që të punojnë, të shkollohen, të ndërtohen Kosovë me shpresën, me entuziazmin normalisht që Kosova bashkë me Shqipërinë do ta kenë rrugën e tyre në Bashkimin Evropian edhe të integrimit në aleancat veriatlantike dhe perëndimore. Tani, gjatë vitit 2004 unë kam studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe në vitin 2005 kam shkuar në magjistraturë në Universitetin e Bremenit në Gjermani. Gjatë kësaj kohe normalisht me pas periudhën e mësimit gjuhës, adaptimit atje, por edhe të asaj përpjekjes tonë si student të ri të shtetit lirë të Kosovës, po ende të pavarur që ta prezantojmë sa më mirë Kosovën dhe që të kërkojmë drejtën tonë për vetvendosje edhe për shpallje të Kosovës. Si student kujtohet që kemi kriju organizime ndryshme kuadër të universitetit, konferenca ndryshme, cilat pastaj kemi ftuar personalitetet mëdha tash më kujtohet edhe kjo pjesa që ndërlidhet pastaj me diplomacinë normalisht. Ishmi si student kur e ftojshmi në atë kohë ambasadorin e Republikës Shqipërisë në Berlin e ambasador tjerë që na përfaqësojnë, që të flasin për Kosovën në panelet ndryshme me student, me profesor që ishin të vendeve të ndryshme të botës. Dhe ndodhe ajo që ndodhe që fal bashkëpunimit, bashkëkoordinimit me aleat tanë, po dhe punës që është bërë në Kosovë, shpall pavarësia e Kosovës. Në atë kohë në vitin 2008 normalisht që unë i përfundova studimet dhe fillova punën në Gjermani, por në ndërkohë pam që hapet mundësia që të krijohen 5 ambasadat e para të Republikës Kosovës në përballë që në kryeqytetet kryesore si Parisi, Berlini, New York, Washington, New York, edhe në Londër. Kështu që u hapet mundësia e parë pastaj për gjeneratën e parë diplomatëve të aplikojnë si diplomatri ose gjenerata e parë diplomat të Kosovës, kështu që ishte kënaqësi ndjenjë e jashtëzakonshme që ti shërbejmë
këtij shteti edhe vendit tonë në përgjithësi edhe shqiptarëve dhe aplikum patën që u bëm pjesë e gjeneratës së parë. Kështu që misioni im i parë ka qenë në Paris në vitin 2009, në dhjetor kemi filluar si konsulli i parë i Republikës Kosovës. Pastaj në Gjermani, pastaj jemi transferuar në Kosovë, normalisht shkuadrën e Ministrisë të Jashtme, pastaj prapë Paris, Strasburg dhe tash që 3 vite bën në shtator që jam në shkurt pjesë e misionit diplomatik dhe konsullor të Republikës Kosovës në Kanadë. Jemi kuriozitar të dim emocionin e parë kur morët rrugtimin drejt diplomacisë. E mban mend? Po sigurisht, më kujtohet çdo sekondë atij momenti. Emocioni më i madh ka qenë ai kur neve u pranuam dhe filluam trajnimet si diplomatë, ndrajuni ishte që normalisht çka do thotë profesioni diplomatit. Ishte një ndjenjë kënaqësie por një përgjegjësi shumë e madhe sepse a do t'ja dalmi, a do dim që ta përfaqësojmë këtë Republikë të re, sidomos me sfidat që i paraqiten në botë, me krizën ekonomike të vitit 2008, me gjitha ato ngjarje që ishin duke ndodhur në atë kohë nëpër botë dhe besoj që me gjitha sfidat si gjenerate e re diplomatëve, si shteti i ri, si diplomacia e re, besoj që e kemi arritur shumë mirë me dal. Tani te emocioni i parë më kujtohet që kur jam nis në ditën e parë si diplomat që të shkojmë në Paris, e ndjej vërtet emocion të veçantë, ishte familja ime që më përcollin nga Kosova, ishte protokolli i shtetit Ministrisë të Jashtme që neve na mor deri në aeroport na përcjellte në mënyrë historike të quajmë ashtu dhe pastaj pritja që ndodhi edhe vazhdoi prej kolegëve tonë në Paris, ishte diçka jashtëzakonshme. Normalisht ditën e parë që filluam, pritjet tona ishin të mëdha, po kur shkuam në të ta ndaj këtë pjesë me ju për herë të parë dhe teleshikues tuaj, ishte që kur hym në ambasadë, kishte në atë kohë vetëm ambasadori edhe një koleg tjetër që ishte punësuar aty dhe një asistent, kështu që vetë veta dhe kur ma treguan zyrën, ajo ishte e mbushur me plot gjëra që ata vetëm sa ishin instaluar që në vetë beke 6 muaj ndërson fillova punën e parë që ta rregulloj zyrën time dhe takimin ose mas prezantimit me ambasadorin edhe stafin, si kemi dalë nga porta, na janë ndërzu kërkesat e shumë të qytetarëve tonë, problematikat e shumë të qytetarëve tonë që kanë prit me vite që të hapet një mision diplomatik edhe konsullor dhe të merret me problemet e tyne. Edhe nga ai moment, në ora 8, prej orës 9 që hyjmë ashtu në mëngjesit, ka fillu puna aktive me qytetarë, me institucione kanadeze, me shoqata, me artist, me biznese, me të gjitha ato kontakte që jemi mundu të krijojmë në atë kohë, mes në atë kohë Parisit, Kosovës edhe normalisht Francës, dhe mendoj që si fillim kemi dalë shumë mbar, por normalisht ka ndodhur gabime, ka ndodhur edhe vështirësi, si çdo fillim. Nëse do të avancosh, sigurisht që ka dhe gabime. I ri mendoj që ja kemi arritur. Në gjithë këtë rrugtim të jetës suaj diplomatike, cili ka qenë momenti më sfidues për ju? Nëse kujtoni. Tham drejtën për ju dhe për hir të shikuesve pyetjet që bëhen shumë me rëndësi, nuk i kam përgatitur, po ka shumë momente të vështira të cilat ne kemi përjetuar normalisht si diplomatri edhe si diplomaci, nuk kemi qenë provuar me raste tragjike që kanë ndodhur të qytetarëve tonë. Rasti më sfidues si profesion edhe sot ka qenë raporti i dikmartit në atë kohë në vitin 2010 që është publikuar. Ne si ambasadë e Kosovës, Republikës Kosovës në Francë kemi qenë direkt involvuar në përgatitjen e grupeve deputetëve që vinin nga Shqipëria edhe nga Maqedonia në atë kohë që ishin përfaqësuar në Këshillin e Evropës, edhe pjesa deputetëve nga Kosova që vinin. Ajo ditë ka qenë djena ndër më sfiduese në Strasburg, nga që kam qenë pjesë ose udhëhec i delegacionit prej ambasadës Kosovës dhe vetëm falë ndoshta përpjekje diplomatëve tonë, vëllezërve tonë dhe motra nga Shqipëria që na kanë ndihmuar që të futemi në institucionin e Këshillit në atë kohë që ishte dyert e mbyllura për neve sepse ende nuk ishim pjesë. Ata na kanë krijuar neve mundësitë, kontrakte para, pastaj ne bashkë me ta kemi arritë që ato mundësi që kemi mujtë të lobojmë, ti rregullojmë apo ti shohmi si mund të ndreqen, çka mujmë bashkarisht të ndikojmë edhe pse disa fatkeqësisht ai raport vetëm filloi edhe fatkeqësisht ende i ndjen pasojat, por që lufta e drejtë e ushtrisë kombëtare normalisht do të triumfojë. Çfarë mund të themi për shtëpinë e verdhë, duke qenë se ju referuam edhe këtij raporti, duke qenë se edhe situata me liderët e Kosovës tashmë që janë në Hag
është një çështje aktuale. E kam thënë ndoshta edhe ndonjë intervista tjera që pjesa më e ndritur e historisë së Kosovës është lufta çlirimtare edhe periudha e luftës çlirimtare të Kosovës. Kështu që nuk do të ketë, këtu kanë qenë trillime komplet si shtëpi e verdhë ose kuqe, çfarëdo ngjyre, ushtria çlirimtare e Kosovës ka luftuar me mbrojt pragun e vet, me mbrojt identitetin e vet, edhe ata do dalin faqe bardhë komplet. Ato kanë qenë trillime edhe të cilat faktikisht edhe juridikisht, flas edhe si jurist, janë demantuar nga vetë tribunali sepse nuk ka asnjë akt akuz, nuk ka asnjë procedurë të hapur për atë çështje, komplet akt akuza të tjera ndërtuar mbi trillime të tjera, përpos asaj që asnjë hap juridik nuk është bën aplik. Dhe përveç kësaj, nëse ti shkon atje sepse un kam qenë, kam xhiruar aty tek ajo, e shikon që kushtet nuk janë që të ndodhin ato që thuhen atë. Përgjigjen më të mirë mendoj të kësaj e ka dhënë vetë përfaqësuesi në atë kohë i misionit ndërkombëtar që kanë qenë Bernard Kushner dhe që ju drejtohet shumicës mediave, sidomos atyre që vijnë nga Serbia, që ose jeni të çmendur ose duhet jeni të çmendur ta besoni një gjë të tillë. Kështu që për atë përgjigje vetëm mund i referoheni intervistës së dhënë nga përfaqësuesi kryesor në atë kohë që ishte Bernard Kushner. Edhe ai ka qenë vetë mjek dhe ka pas provojën e tij në sektorin, në organizatën e mjetëve. Ka pa kufi që ka marrë pjesë në shumë pjesë botës në konflikte të shtëpive të ndryshme dhe ai ka qenë argumentuesi kryesor i cili e thot shumë qartë, shumë drejt, edhe mendoj që fjalia e tij ka me histori. Si perceptoni diplomacinë klasike, po them, e diplomacinë moderne sot dhe cilën po aplikoni ju këtu me diasporën në Kanada? Po lëvizmi shumë në për tema, po mirë është kjo. E vërtet është që diplomacia klasike e ka hup atë lloj ratingun edhe që ka pas. Ne sot kemi shumë autorë që flasin për diplomacinë moderne, po ata që shohin në praktikë, shohin që më diplomatët e ashtu quajtur ose prezantues nuk do të jenë ata që do të presin që gjëra të tjera do të vinë. Ne si diplomacia e Kosovës, po edhe unë personalisht jemi munduar që ne të ofrohemi sa më shumë të shqiptari i Kosovës këtë rast, po dhe diaspora shqiptare në përgjithësi, që ne t'ju ofrojmë dhe t'i tregojmë aty në për shërbimet që kemi, që t'i lutemi ata që të vinë të bashkëpunojmë me neve për projekte ndryshme, pra qasja mendoj e diplomatëve, e diplomacisë tash në këtë kohë moderne do ndryshoj, do të jemi proaktiv e jo të jemi pasiv në pritje të eventualisht vizitave, të atyre ceremonive që kanë qenë në të kaluarën, sepse vetë roli, vetë teknologjia, vetë njerëzit koha ka ecë dhe ne mund ta citoj një thënie të një diplomati amerikan që thotë tash një diplomat, një ambasador, një përfaqësues i shtetit duhet të mbas këpucat edhe duhet del në për fshatra, në për bjeshk, në për vendet që të shikoj dhe të gjoj kontaktet më të mira që ta përfaqësoj vendin e vet në mënyrën më të mirë duhur. Ne duke qenë se jetojmë në Kanada, sigurisht do të bazohemi në këtë intervistë për diasporën që kemi këtu në Kanada dhe një nga arritjet që ka kjo diasporë është edhe muaj nëntor i shpallur si muaj trashëgimisë kulturore. Si është e konsullata e Kosovës këtë dhe gjithë Kosova në tërësi, po them, dhe çfarë do me thënie ka muaj nëntor? Nga ardha, me fillimin e mandatit tim këtu, me të drejtën, jam shumë i kënaqur me angazhimin që diaspora shqiptare, kur themi shqiptare natyrisht, është gjitha troje shqiptare, ka bën me aktivitetet tyre. Mos harrojmë që angazhimi i tyre është vullnetar edhe duhet respektohet, duhet çmohet. Ata njerëz lanë familjet e tyre, kohën e tyre, biznesin e tyre dhe merren me aktivitete që kontribuojnë vendit, kombit, përfaqësimit, rujtjen e traditës, rujtjen e kulturës, mbajtjen e shkollave gjallë, gjithë aktivitetet që i bëjnë për festimet e 28 nëntorit, muajit trashëgimisë, por edhe për festimet e tashtme të shtetit Kosovës e gjitha me radhë. Edhe unë dua ta shfrytëzoj rastin përmes platformës juaj të falenderoj gjithë ata që kanë dhënë kontribut me brezat e tonë. E sidomos kjo gjenerat tash që ende edhe i njohur personalisht ose kanë ndikuar në Kanadë, po jo vetëm Kanadë, gjithka. Pse e di çka do të thotë puna aty, sepse ju tregova më herët në vitin 2005 deri 2007 vetë kam qenë pjesë e diasporës së studentëve, edhe e di që është dashur me ndan nga financat tona për me marrë një konferencë, për me thirr disa përfaqësues e që debatojnë për Kosovën. Kështu që në çdo aktivitet ata lën familjen e vet edhe për këtë punë duhet më respektu. Të paktën që bëjnë lën kohën e vet edhe ndajnë për komunitetin. Tani arritur normalisht ndër të shumë të tjera të arritura, unë kam konsideruar dhe kemi vlerësuar shumë muajin e trashëgimisë shqiptare, nëntorin që shpall nga provinca Ontarios në këtë rast, po tash që do të kalon edhe në nivel federal, më duket që është në proces. Normalisht që kërkojmë që tash gjërat po ecën, evoluojnë,
ky ligj edhe ky mujt i përfshi gjithë shqiptarët nga do që janë, që të kenë të drejtën e festimit, sepse e kanë gjatë këtij kohe. Mendoj që Kanada është, ne do të jemi me fat, diaspora jonë është me fat që është këtu, po ashtu edhe Kanada që ka diasporën tonë, por me fat që është këtu diaspora jonë sepse Kanada e lejon këtë mundësi dhe jep shumë hapësirë të madhe dhe për këtë duhet ta falenderojmë shumë. Ne jemi në vigjilje, po them, të festës së 28 nëntorit. Çfarë organizime shpritet që të kemi për këtë festë dhe çfarë janë në bashkëpunim kuptohet me shoqatat? Cili është bashkëpunimi që keni me shoqatat? Por me të thënë drejtën, ka një dallim shumë të madh të diasporës në Evropë dhe diasporës. Diaspora këtu është shumë e organizuar, edhe ata shoqatat, po mendoj përmes shoqatave ndryshme, gjeneratave ndryshme, ta quajmë ashtu, dhe shoqatave studentëve dhe pjesë tjera organizojmë aq shumë evente, të cilat vërtet ne kemi vështirë edhe vetëm të përkrahemi dhe të jemi prezent, ne tentojmë që të jemi në secilën ose aty ku mundemi që të përkrahemi, ta falenderojmë atë publik edhe atë shoqat për kontributin që ka dhënë. Kjo ne si konsulat gjithashtu jemi tu përgatitur dhe kemi disa aktivitete për muajin e nëntorit edhe të cilat do t'i festojmë së bashku. Kuptohet si ne si shoqatat i kontribuojmë njëjtës gjendje në pikën e rreth dhe promovimit kulturës traditës tonë kombëtare. Pjesën tjetër që ne e marrim me institucionet kanadeze, me kolegët tonë, homologët tonë nga vise tjera, janë takime po ashtu më mbyllur, po që i dedikohen për shembull festimit të pavarësisë, në këtë rast të shtetit shqiptar, po ashtu bashkëpunojmë shumë ngushtë me ambasadën shqiptare që është në Ottawa, cila na vjen tash për datën e 8 po ashtu organizon me provincën e Ontarios disa takime dhe ne do të jemi prezent, do ta përkrahemi në gjitha aktivitetet që ka. Do të jemi tash pjesë e objekteve tona të reja të konsulatës, që do të kemi aktivitete mbrana, që do t'i ofrojmë këtë mundësi edhe studentëve, bizneseve, shoqatave që të vinë pranë nesh të bëjmë organizime të tilla sa më të mira. Si mendoni, sa e rëndësishme është ruajtja e trashëgimisë kulturore, po them, tek brezat e rinj që jetojnë në Kanada? Edhe çfarë pune bëhet për këtë ruajtje? Unë mendoj, sidomos në Kanada dhe në vendet larta, kjo do të jetë një prioritet mbi prioritetet, edhe është një prioritet i diplomacisë të Kosovës edhe të shqiptarëve përgjithësi, sepse ne kemi fatkeqësisht një numër shumë të madh të qytetarëve tonë, si nga Kosova dhe nga Shqipëria, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme, e në vendet e larta, sa më larg, rreziku i asimilimit më të shpejtë është shumë më i madh. Po ashtu shqiptarëve tjerë që vinë nga vise tjera jashtë Kosovës edhe Shqipërisë, që e ndajmë të njëjtin problem me të gjithë. Mendoj që puna që duhet bërë, koncentrohemi bashkërisht me shoqata shpikërisht në këtë pikë, që të krijojmë sa më shumë barriera, që ta ndalojmë, është e pamundshme ta ndalojmë komplet, po ta ruajmë, të mundohemi që të krijojmë mundësi, organizime, debate, shkolla sa më shumë shqipe, që ta mundohemi ta krijojmë, ta ruajmë sa më shumë kulturën, traditën tonë. Tani, shteti i Kosovës dhe Shqipërisë kanë krijuar literaturën e përbashkët për shkollat shqipe, programet e përbashkëta për gjuhën dhe kulturën shqipe, po ashtu kanë krijuar projekte të ndryshme të cilët i ftojnë studentët nga vende të ndryshme që të marrin pjesë në disa ta quajmë ashtu programe të veçanta specializuar për ta që krijojnë brenda Kosovës dhe Shqipërisë, siç është ai original, siç janë ekipe tjera që krijojnë shumë programe të cilat i ftojnë studentë, i ftojnë trit nga vende ndryshme të takohen në Kosovë, ta vizitojnë Shqipërinë, të vizitojnë vendet e ndryshme në Kosovë, dhe qëllimi është ai që ta ruajnë sa më shumë traditën, kulturën, po dhe të lidhen me vendet e tyre më shumë. A mendoni se institucionet shqiptare në përgjithësi të Shqipërisë dhe të Kosovës po bëjnë mjaftueshëm për të ruajtur identitetin kombëtar në diasporë? Po, tani, kjo termi mjaftueshëm, unë mendoj që mjaftueshëm nuk do të jetë asnjëherë. Asnjëherë. Çfarë mendon se duhet që të bëhet? Unë mendoj që kemi krijuar bukur shumë aktivitete, kemi qenë bukur shumë prezent, po mundohemi të jemi sa më shumë prezent që të shtyjmë këto projekte përpara. Tani, çështja e institucionit është një term pak a shumë më abstrakt, por varet edhe shumë prej personave që janë brenda institucioneve, por ne varemi shumë në këtë pikë prej shoqatave dhe bashkëpunimi me komunitetin tonë. Ne mund të krijojmë programe, po nëse ato nuk përkrahen prej komunitetit edhe prej familjarëve, në këtë rast prindërve, për gjuhën shqipe është e kotë. Ne edhe si konsulat këtu, po dhe në vende tjera, po dhe ambasadat shqiptare, konsulatat, kemi krijuar programe ndryshme, por që kjo kërkon një bashkëpunim shumë ngushtë në trekanëshin institucione, shoqata, prind edhe fëmijë.
mos me thonë, ose 400 që të quajmë. Nuk mundet vetëm një institucion konsulata ambasadat krijoj një program për ashtu dhe ai nuk do të ndjeket prej mësuesve, nuk do të ndjeket prej prindve, e tani nuk ndjeket as prej fëmijëve. Andaj ne do të krijojmë si mekanizma, të vetëdijsojmë, të krijojmë hapësira në radhë parë, pastaj përmes shoqatave të ftojmë prindërit që të inkurajojmë ata, edhe prej këtyre të kalojmë të fëmijë që t'i ofrojmë një platformë më të përshtatshme, duke i përshtatur tash edhe teknologjisë dhe metodave që po ndryshojnë. Ne nuk mundemi më që të mësojmë vetëm me libra të klasik dhe të shkruajmë, po duhet të përshtatem me aplikacione ndryshme, mundësi ndryshme që fëmijët tonë të kenë më të lehtë kapjen e këtyre pjesëve. Po ashtu televizionet, mediat, mendoj që është një punë ekipore. Nuk duhet të shikohet vetëm nga institucionet, pa marrë parasysh ato satmaja do të jenë ambasadat apo konsulatat, apo dhe qeveritë tona, po në radhë pikë parë kjo do të jetë një obligim i prindërve, pastaj i shoqërisë, komuniteteve edhe institucioneve bashkërisht. Unë me gjëse me bëtë këtë pyetje, kemi krijuar disa komunikime, po tentojmë që të krijojmë prapë takime ndryshme për mësuesit. Po, këtu duhet të ndalem pak. Për fëmijët, po. Sa është numri i klasave shqipe që kemi aktualisht dhe çfarë ka ndodhur me pas takimit që ju organizuat për sa i përket regjistrimit të gjithë arsimtarëve të gjuhës shqipe? Në çfarë pike jemi? Tani, te klasa definitive ne nuk mund ta dhamë në numër, kemi një numër të madh shoqatave që kanë filluar prej Windsor në London, në Kitchener, në Hamilton, në Ottawa, në Calgary, në disa pjesë të vendeve ndryshme, ato ku janë shoqata aktive, kanë kriju programet vetat. Tash normalisht ato nuk mund me qenë shkolla klasike, po që janë programe kulturore, ku mësojnë gjuhën edhe kulturën, muzikën, e pse jo edhe gjanat komunikimi është me rëndësi mes tyre. Ne si konsulat kemi marrë një iniciativë që ti kontaktojmë gjithë arsimtarët, profesorët që kanë me kontakt me shkollën, ta që më ashtu në forma ndryshme si profesorët, si udhëhecës apo si punëtorë që janë brenda, që të ofrohen rreth konsullat, ta krijojmë një platformë, që ta krijojmë një grup, ta quajmë ashtu një këshill të arsimtarëve shqiptar që hajt na jep neve sugjerime më konkrete se çka ne më bëjmë. Kemi vendosur disa, jemi në ulëmtim të tjerëve, ju baj apel gjithë persona që merren me arsimin qoftë direkt gjuhën e huaj ose anglez ose shqip ose tjetër, por që punojnë brenda institucioneve shkollore kanadeze, edhe jo kanadeze, le të ofrohen. E kjo nëse ofrohen sa më shumë, ne kemi mundësi që të bëjmë edhe një prezantim sa më të mirë, po edhe përzgjedhje sa më të mirë, po pse jo edhe një program që ata neve të na dhonë se si t'ia përshtatemi modelit kanadez edhe kulturën tonë. Ta quajmë ashtu, si ata më mësojnë, të japin shembuj prindve ta, neve personalisht, edhe pastaj bashkarisht të krijojmë platforma më të mira për fëmijët tonë. Ne i kemi kriju disa prezantime, kemi kriju disa strategji edhe me shoqatat, kemi thënë që në këtë pikë ende ka mjaft punë ose hapësirë për të bërë, kuptoj që kemi ne ende libra po zonë në konsulat, po nuk kemi aq shumë kërkesa që të shpërndajmë. Thonë po ashtu është në ambasadat tona në Kosovës edhe të Shqipërisë në Ottawa, kemi grumbull librash, por që njerëzit nuk ose shkollat, ashtu ashtu ende nuk kërkojnë aq shumë që ne të shpërndajmë. Nuk është gjendja, thonë, alarmante, janë disa që punojnë shumë, po në krahasim me numrin që kemi të qytetarëve tonë, ato shkolla janë shumë pak. E vetëm mënyrë është thash ai 4 që institucione shoqata prindë dhe fëmijë, që ta shojmë punë përpara, e normalisht roli i mediave do të jetë më së mirësardhë. Si mendoni, duke parë që zhvillimi teknologjik ka bërë punën e vet në ditët që ne jetojmë, cila do të ishte një mënyrë shumë e mirë për të nxitur rinin që të ruajë gjuhën shqipe këtu në Kanada? Pra, jo shkolla klasike, sepse këtu nxjerrin për shkak edhe të distancave shumë të largëta, për shkak se këto shkolla, këto klasa më saktë janë të organizuara në fundjavë, prindrit nuk kanë mundësi që t'i sjellin fëmijët. Çfarë mund të bëjmë ne ose çfarë mund të jetë një risi që na përshtatet edhe me kohën, edhe në një farë mënyrë të nxisim të rinjt për të ruajtur gjuhën shqipe? Po, thash, normalisht teknologjia gjithmonë është kriju që ta ndihmojë ta lehtësoj jetën e njeriu, të qytetarëve po ashtu. Edhe në këtë pikë normalisht ka shumë përparësi mirë, po edhe anën tjetër kur shumë e rrezikshme që ne të krijojmë aplikacione, duke parë që disa nga shtetet perëndimore po kërkojnë që të kthehen prapë te libri. Me gjithë respektin për teknologjinë, tash teknologjia e jep avantazhin e madh që ne të krijojmë aplikacione, programe që të qasim më lehtë, por në njëjtën kohë, nëse s'ka koncentrim të prindve, fëmijë shumë lehtë ndron programin edhe kalon me një lojë apo diçka tjetër e cila nuk e dim tani për sa kohë do të qëndrojnë në pjesë të mësimit.
absolut pajtohem me të, janë kriju disa aplikacione të gjuhës shqipe nga Kosova, Shqipëria, nga qytetarë që janë jashtë vendit, kemi pa shumë modele, po cilat ne për vende specifike duhet krijojmë të veçanta. Tani ne si konsulat, si institucion nuk kemi ndaj vlerësim, të paktën për momentin të një lloj aplikacioni i cili ta vlerësojmë ashtu është i duhuri që ne t'ia ofrojmë prindërve, respektivisht fëmijëve tanë në diasporë. Andaj trekonshit që t'i vlerësojmë ne edhe në shkolla klasike kemi dërguar fëmijët, mirë po nëse një mësues ose një person nuk është sjellë si duhet, janë marrë masa. Andaj kjo është marrë masa nga prindrit, e kanë paralajmëruar shkollën, institucionin shkollor etj. Dhe është gjetë zgjedhja. Këtë duhet prap ky katërkëngë do të jetë kryesor, pa bashkëpunimin e tillë, pa kërkesën edhe të prindve, involvimin e prindve, që kisha bë apel të mos të mshehet gjithmonë mas kohës edhe t'i lëm pa mësim gjuhës shqipe, e cila është një sfidë e madhe, e kuptoj, sidomos vendet dinamike që është Toronto dhe Kanada, por mendoj që gjuha shqipe është një ndër vlerat kryesore që ne nuk mund të arsyetojmë me Moskova. Një nga nën temat e kësaj bisede duaj që të jetë edhe bashkëpunimi i konsullatës së Kosovës sa u përket shoqatave. Dim që këtu kemi shumë shoqata të ndryshme. Cili është qëndrimi juaj si konsullat edhe cili është qëndrimi që mbajnë shoqata ndaj konsullatës? A kemi një bashkëpunim të mirëfillt? Në fakt, kjo është njëra ndër temat më të nxehta ta quajmë për punën tonë. Normalisht veç për teleshikuesit kisha dashur më nda roli ose veprimtaria e çdo përfaqësie shtetërore, ambasadë, konsullate, ndahet në kontaktet që ne krijojmë edhe i mirëmbajmë edhe respektivisht me institucionet, ta quajmë konsullata në Ontario, Toronto, Stashajona, është përgjegjëse për kontaktet direkte të provincës së Ontarios, nga kryeministri deri të gjitha institucionet tjera lokale në përgjithta shtetet. Kështu që kjo është një pika kryesore e këtyre, pastaj pika e dytë e punës ose fokusi është me misionet e huaja ndërkombëtare që gjenden këtu që të krijojmë kontakte, të mirëmbajmë kontakte dhe ne të bashkëpunojmë me ta, rrjedhimisht ta prezantojmë Kosovën edhe gjitha resurset tona shqiptare ta quajmë edhe për te Kosovës. Ndërsa pika tjetër që merremi normalisht është shërbimet konsullore që ofrojmë si Kosovë, kjo vetëm në këtë pikë neve në ndanë ashtu me diasporën. Shpesh që kjo funksione sepse duhet t'ju dhëm dokumentave qytetarëve vetëm nga Kosova, që janë regjistruar, por që janë të lindur ose të rritur ose jetojnë në Kanadë. Ndërsa pjesën e katërt e bllokut ose kategorisë së shtyllës 4 që merret me diasporë, këtu nuk kemi dallime, absolut diaspora shqiptare edhe me kushtetutë Kosovës edhe të Shqipërisë është diasporë unike, shqiptare e pandashme, pa marrë parasysh nga cili region shqiptar vjen, ne do të kujdesemi dhe të bashkëpunojmë. Tani të shoqatat. Jemi marrë që një kohë bukur të aktive me shoqatat, kemi pa që punën që kanë bërë është fantastike edhe për më respektu, thash kanë da kohën, shpenzime gjithçka tyre, mirë po kemi ardhur me një konstatim të përbashkët me gjithë kryetarët e shoqatave dhe bashkësive fetare që për sfidat cilat po ballafaqohen nuk është të mjaftueshme. Andaj do të bashkëpunojmë bashku që ta krijojmë në nivel tjetër ngritjen e kësaj diaspore. Tendenca jonë si konsullat ka qenë të shtym pak përpara, ndoshta kemi të prumë një presion të përbashkët ta quajmë ashtu, të bëjmë aktivitete, të krijojmë kontakte direkte me institucionet kanadeze nëpër vendet ku ata jetojnë, të krijojmë një strategji, një projekt se si do të ecmi përpara. Edhe deri këto jam tepër i kënaqur me punën që e kanë bërë. Normalisht ka edhe ankesa, ka edhe kritika, të cilat janë mirëseardhura, por që diaspora shqiptare në Kanadë është bërë në qëllim. Një projekti shumë folur kohët e fundit është edhe projekti i shtëpisë së shqiptarit. Ju keni organizuar edhe një aktivitet së fundmi për këtë. Cili është vizioni i këtij projekti, ku jemi edhe çfarë pritet që të ndodhë në të ardhmen? Kjo është temë bukur e nxehtë, sidomos për momentin në cilin po kalojmë, është vërtet një projekt që unë idenë edhe gjitha e kam gjetë këtu, jam kanë shumë i entuziazmuar me idenë cilën e kam pa, e kam konstatuar dhe në diskutim, po thojmë me gjitha shoqatat, kemi marrë përfundim që nëse dëshirojmë që ky projekt shtyhet edhe të realizohet, do të jetë një përkrahje më e madhe të gjithë shqiptarëve, të gjitha shoqatave, pse jo dhe bashkësive fetare shqiptare që janë në Kanadë, të regjistruar normalisht funksionale që funksionojnë. Tani,
Qëllimi final normalisht është, kemi konstatuar nëse është një holumtim i thjeshtë, ju secili nga qytetarët mund e bën për komunitete tjera, dalin që shumica e komuniteteve kanë 2, 3, 5 deri me 20-30 pika të komunitare në për GTI, sidomos. Edhe në Toronto, ndërsa nëse është që komuniteti shqiptar, ta quajmë si qendra shqiptare, ende ne nuk kemi një të krijuar si duhet, sidomos në Toronto. I vetmi shembull pozitiv që unë normalisht e kam përkrah dhe edhe kam përshëndetë edhe kështu me zemër e kam vlerësu është projekti shoqatës shqiptare në Hamilton, i cili e kanë kriju, e kanë bledhë dhe tashmë e kanë objektin e tyre për çdo eventualitet në dispozicion tyre, është i finalizuar, është projekt i shqiptarëve të Hamiltonit dhe ai projekt vlen është një shembull i mirë që të merret parasysh për komunitete tjera. Ne kemi marrë një takim, në atë takim normalisht kanë qenë shumica e shoqatave basive fetare, normalisht që ftojmë edhe tjerë që të bashkohen atij projekti, nuk është i finalizuar. Tash të ndahemi këtu dhe në pikë. Ambasada e Shqipërisë, e Kosovës dhe ne si konsulat, ne kemi për obligim veç ta krijojmë platformën e diskutimit. Të ofrojmë partner, ne kemi atë rolin e lehtësuesve të komunikimit, edhe ta krijojmë një propozim se jo një ide që dëshirojmë të ecmi përpara. Ndërsa vendimi edhe zhvillimi i projektit ju mbetet vetë shoqatave dhe bordit nëse krijohet. Deri me tani janë premtime shumë pozitive, po shpresoj që do të kemi hapa shumë pozitiv. Unë e kam thënë në disa prej këtyre takimeve që kjo nuk lidhet me përfaqësi, nuk lidhet me mandatin e ne diplomatit ta quajmë ose çka do të jetaj, sepse kjo merr kohë shumë më gjatë moralizu. Po nëse fillojmë më herët do të kemi mundësi ta përfundojmë më herët. Po të krijohet një grup i mirë me një platformë të mirë, unë besoj që gjithçka është realizueshme sidomos për shqiptarën kanadë. Nëse do të ndodhë dikun më realizu një projekt aq i bukur, ku do të jenë shoqatat shqiptare, basit fetare shqiptare, do të jetë një shembull shumë i mirë për komunitetin tonë, do të jetë një shembull i mirë për Kanadën dhe do të dhamë një shembull shumë të mirë për krejt diasporën shqiptare në botë. Pse është kaq e rëndësishme që shqiptarët të kenë një qendër të tyre komunitare, po them, këtu në diasporë? Çfarë përparësish ose çfarë avantazhesh i jep komunitetit shqiptar? Se ndoshta nuk e kuptojnë të gjithë. Jo, mendoj që këta e kuptojnë shumica, e kuptojnë shumë drejtë dhe janë përpjekë, kanë bërë përpjekje të vazhdueshme këtu vetë se ka ekzistuar një projekt, ne i falenderojmë shumë ata që kanë punuar për këtë projekt që të realizohet. Normalisht që kjo nuk mundet të realizohet prej një shoqate edhe një grupi, është shumë e vështirë që të realizohet një projekt i tillë. Tani pse bëhet kjo pyetje ose pse është e rëndësishme, është shumë e thjeshtë. Një pjesë e madhe e këtyre minutave të diskutimit me juve i orientuar pyetjet rreth mbrojtjes të kulturës, trashëgimisë edhe të rolit të diasporës që ka. Andaj për fuqizimin e këtyne ose përgjigjeve ndaj këtyne pyetjeve do të jetë një qendër e përbashkët, e cila do të krijojë, do të ndërlidhë ndër veti, do të krijojë hapësira më të mëdha për studentit, për trinjet edhe të rejat, për vetë shoqatat, por mos harrojmë, kemi edhe një kategori të shqiptarëve tonë që tash me kalimin e kohës dalin pensione, dhe ata duhet ta kenë qendër, një mundësi që takohen. Kemi disa shoqata të cilat janë shumë shpërndame, po pse mos ta krijojmë një më të mirë që do të jetë edhe që ta përfaqësoj sa më mirë kulturën dhe traditën shqiptare. Mendoj që nuk është një projekt që tash do ta mban gjallë, të pajtohemi edhe gjithë shqiptarët tu, po është një projekt që do t'i jep mundësi fëmijëve të rive, prindërve që të shkojnë rreth atij, institucionit ta quajmë, të shohin figura të ndryshme nëse arrit të realizu idejave që është ideore, plani nuk është jemi në hapat e parë, por nëse realizohet mendoj që do të jetë një punë e mirë që do t'i mbetet komunitetit shqiptar. Ju sapo më thatë që kanë folë për trashëgiminë kulturore, për gjuhën shqipe dhe të gjitha këto, por nuk kam harruar ekonominë, që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për diasporën, por për të gjithë vendin. Dashuria për vendlindjen shpesh herë përkthehet tek investitorët që shkojnë në Kosovë ose në Shqipëri nga Kanadaja dhe investojnë. A kemi ne një numër të saktë apo jo të saktë, por a kemi ne disa të dhëna që tregojnë që edhe pse janë këtu shqiptarët nga Kosova ose shqiptarët nga Shqipëria dhe kanë krijuar një biznes, jetojnë mirë këtu, por shkojnë dhe investojnë në vendet përkatëse. Edhe çfarë do të thotë ky lloj kontributi për Kosovën dhe për Shqipërinë? Nëse i referohemi vetëm a Kosovës gjatë viteve komplet të pas luftës e deri me tani, edhe tutje vazhdon, dikun për mbi 1 miliard euro janë remitenca që dërgohen nga diaspora e Kosovës, besoj edhe Shqipëri do të jetë e njëjta, nuk kam statistikat sakta, por jam i sigurt që është e njëjta, që dërgohen nga qytetarët tanë që tuajnë jashtë Kosovës.
1 miliard euro, ndërsa deri tash voli ne kemi pas vetëm buxhetin brenda 1 miliard. Do të thonë, atë sa është një buxhet e Kosovës vjen përkrahja nga qytetarët tonë që është jashtë. E cila interpretohet në forma ndryshme, investimeve direkte, po edhe ndihmës ndaj familjes. Se cila do që jetë, investime direkte në prona, në biznese ndryshme, po edhe si ndihmë ajo ka ndihmuar ato parë ta qarkullojnë Kosovën. Për ata ne fakt diaspora në gjitha dimenzionet e saj ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, fillon të jep, vazhdon ta jep për Kosovën. Tani për sa i përket diasporës në Kanadë, po ashtu kjo hin në kuadrin e asaj që tha më herët, por që kemi edhe investime direkte që kanë bërë qytetarët tonë në Kosovë. Shkëmbimet tregtare mes Kosovës dhe Kanadës janë normalisht më të vogla, sepse distanca shumë e madhe, edhe kërkesat, edhe mosnjoja tregit reciprok kanë ndikuar që mos të kemi shumë shkëmbime. Por ajo që unë kam mësuar kur kam marrë këto është shumë e interesante, sepse po të dërgosh mallura nga Kanada në Durrës, këtë rast, për me sportit, edhe nga Gjermania diku në Kosovë, është gati të njëjti çmim. Kështu që vetëm është koha në dispozicion. Po, vetëm koha. Andaj nuk janë çmimet që janë, ku më ditë sa, normalisht koha është pak më gjatë, por nuk është e parëçme. Ne po mundohemi që të krijojmë një dinamik tjetër në kuadër me bizneset, me Odën Ekonomike të Ontarios, me Ministrinë e Ekonomisë në Ontarios, po edhe me institucione tjera në Kanadë, që të krijojmë mundësi më të mëdha të shkëmbimeve tregtare mes Kosovës edhe këtë rast Kanadës, po edhe pse jo Shqipërisë. Tani, apelem normalisht drejtohet drejt bizneseve shqiptare këtu që ju kisha sugjeruar edhe me gjithë shpirtin që ata të na ofrojnë që të na thonë sugjerimet e tyre ose edhe propozimet e tyre se ne çka mujmë me lehtësu punën e tyre. Biznesi është një kategori e ndame mes institucioneve dhe politikës kuptohet, por nëse ata na sugjerojnë ose na i tregojnë pengesat e tyre, nëse një produkt nuk njihet në Kanadë për arsye të këtë rast me shtetin e Kosovës, shpesh kemi pas raste kur nuk e gjojnë në pjesë e Republika Kosovës, atëherë nuk dinë çfarë vendosin, atëherë le të na shkruajnë neve direkt. Edhe ne kemi marrë kontakt ato institucione ose ato biznese që t'i kërkojmë që Republika Kosovës duhet të jetë njëjtë e trajtuar si vendet tjera në kuadër të çfarëdo institucioni në Kanadë. Ekonomia do të jetë fokusi jonë për vitin tjetër. Normalisht do të mundohemi, kemi munduar rregullisht që të krijojmë mundësi edhe të krijojmë platforma, kemi pas shpeshherë biznese edhe institucione nga Kosova që kanë prezantuar për kushtet që ofron Kosova në fushën e investimeve, për mundësitë që kanë ta, sidomos në sektorin e teknologjisë informative, që të ofrohen sa më shumë me të rinjt me kompanitë këtu, por kjo besoj që do të rritet vitin tjetër dhe viteve në vazhdim. Kështu që a keni projekte konkrete që inkurajojnë bizneset e diasporës? Natyrisht, qeveria e Kosovës ka kriju hapësirën për bizneset e diasporës, si bizneset e diasporës kanë mundësi qasje në të regjistrimeve shumë atleta në Kosovë, normalisht duke respektu kushtet edhe rregullat që janë, po ashtu edhe në nivelin e taksave të cilat krijojnë. Qeveria e Kosovës ka kriju disa, ta quajmë ashtu, parqe të biznesit e cila ju ofrojnë se shkojnë të prodhonin në Kosovë, por tash duhet ta kemi edhe një farë lloj sqarimit, cilat janë investime direkte, në çfarë prodhime shmerren dhe cilat janë sektor strategjik që promovon Kosova, besoj edhe Shqipëria në njëjtën kohë, edhe ata aty qeveria e Kosovës ka dhe projekte të mbështetjes ndaj këtyre projekteve, po jo ta çojmë ashtu veç ta rregullon në biznes, në gastronomi e diçka tjetër, e cila nuk është në fokusin e interesit strategjik, edhe pse është shumë e mirë se ardhmë. Çfarë mesazhi do t'u jepni të shqiptarëve që jetojnë në Kanada, por nëse kanë dëshirë që të kthejnë diçka mbas natë në Shqipëri ose në Kosovë? Po tash mendoj që edhe Shqipëria, ju kërkoj falë, nuk e di në aspekt 100% sigurt, po në 99% e di që edhe Shqipëria ka krijuar pjesën që nëse një familje ose një person dëshiron ta tërheqë edhe ta dërgoj pasurinë e tij, vetur, gjithçka që është në momentin e ta quajmë ashtu shprengulis së riadhesimit në Kosovë, Kosova e ka hiq komplet taksën e doganave dhe procedura tjera. Domethënë ti mundesh në çfarëdo kohë më vendos atje dhe Kosova lejon këtë pjesë. Normalisht i respektu disa pjesë të tatimeve që janë të disa shërbimeve tjera që merr, po jo të doganës edhe aksizës më sa duket. Por ka kriju programe konkrete që ti kthej ose ti kërkoj mundësisht kthimin e investimeve ose tërheqjen e investimeve sjellën në Kosovë. Kështu që për ata, nëse kanë pyetje, i sugjeroj patjetër që drejtohen te konsullata përgjithshme e Republikës Kosovës, po te instituciona tjera, na kërkojnë edhe ne do t'i pismi konkretisht për vendin në cilën dëshirojnë të investojnë, regionin në Kosovë, cilat janë përparësitë, çka kërkohet dhe cilat janë lehtësitë që ofron Kosova.
Një pjesë shumë e rëndësishme e diasporës është edhe rinia. Si e shikoni integrimin e rinisë shqiptare, po them, në diasporë, në Kanada, në rastin konkret? Kjo ka qenë po ashtu njëra ndër pikat e mia dhe të punës time dhe të konsulatës përgjithshme. Me fillimin e misionit ne kemi kriju kontakte me shumicën e shoqatave studentëve shqiptarë të parë, po dhe të rinisë, kontaktet ndryshme përmes platformave ndryshme që janë kriju dhe ne kemi ftuar zakonisht që të vinë ata në konsulat edhe të propozojnë programet cilat ne me mbështetjen tonë ata do të realizojnë. Janë diaspora rinia shqiptarës, dhe mos ajo pjesë e cila është në studime, studentë shqiptar, unë jam pasionuar me nivelin e përgatitjes që ata kanë, edhe me nivelin e përgjegjësisë që e kishin marrë dhe të punës që e kanë kryer, por njëkohësisht janë pak më tërhequr, ndoshta gjuha, ndoshta pengesa tjera, edhe nuk kanë dinamikën që të ofrohen që të bashkarisht punojmë që t'i hapim mundësitë edhe për ta dhe edhe normalisht të ndihmojmë Kosovës së Shqipërisë që të prezantohen më mirë në universitetet që ata kanë. Tani ne kemi kriju vetëm për rinin, kemi kriju disa aktivitete ndryshme, si brenda konsulatës me takime, po ashtu edhe jashtë përmes sportit, përmes kulturës, organizime ndryshme, i ftojmë gjitha shoqatat e studentëve, gjithë rinin shqiptar, pa marrë parasysh nëse janë në studime të ofrohen me ndaj program, sepse ne kemi një kategori të gjeneratës të diasporës e cila ka qenë aktive prej vitesh. Mirë, po një kategori e re tash nuk merr pjesë në organizimet ashtu tradicionale, por ne edhe si institucione, po edhe me shoqata në bashkëpunim do të krijojmë programe që t'i ofrojmë kësaj kategorie, t'ju thojmë ne, për shembull ne në konsulat tani kemi disa praktikantë që nga vizë ndryshme të shqiptare vinë që të kryejnë praktikën brenda konsulatës përgjithshme për një kohë, 3 muaj, por cilët në momentin e arës e kanë një projekt, për shembull, gjatë takimit me mësues, ishte një praktikant që ka përgatit takimin, i ka marrë gjitha shënimet për mësuesit shqiptar. Tani e kemi një praktikant tjetër i cili përgatit për shembull për të moshuarit edhe një temë shumë specifike se si të rinjët shqiptar me origjinë Kosovës të kenë mundësinë e marrjes shtetësisë të Republikës Kosovës. Unë kam pa që këtu kemi shumë të reja që kanë linë Kanadë, unë e di që Kanada i ofron mundësinë e pasaportës së gjitha, po ju kisha bë apel gjithë atyne, të rejave nga Kosova e Shqipëria që të vinë ta marrin pasaportën e Shqipërisë ose të Kosovës, që të pajisen në shtetësinë e shteteve tyre. Tani janë mirëseardhë dhe shtetësi tjera, pse jo, por më duket që ajo që të bën më krenar është normalisht shtetësia e Kosovës. E di që kanë shumë pyetje në lidhje me procedurat, kanë ankesa me procedurat, por besoni që nuk janë të parritshme. Janë momente kohë që mund mos zgjedh, po thashë më herët në asnjë çmim s'mujmë ta hupmi këtë pikë, kështu që i kisha kërkuar gjithë të rive, po dhe prindëve tyre që të vinë të regjistrojnë ata fëmijë. Sidomos ata që janë në moshën 18 vjeçare, procedurat të regjistrimit janë shumë të lehta, 5 minuta kohë dhe ata do të jenë në regjistrin civil të Republikës Kosovës, kështu që pastaj mund të pajisen ose jo me pasaport ose diçka tjetër, por do të ekzistojnë si shtetas të Republikës Kosovës përgjithmonë. A ka patur nga këta të rinj që janë të interesuar të përfshihen në diplomaci apo në projekte që lidhen me trojet shqiptare? Po, ka ajo që të thash më herët, unë ka rastis këto dhe edhe në disa takime të fundit që kishmi me diasporën që vinë nga student, nga Shqipëria, nga vende ndryshme që janë linë këtu, dhe më kanë thënë që kemi qenë pjesë e programeve që ka organizuar Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, tani gjatë kësaj vere ose viteve të kaluara, për shembull për diplomaci publike, për diplomaci për Citizen Fellowship, që janë disa programe shumë interesante. Kjo programi origjinal që është krijuar po ashtu pe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbështetur po ashtu me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, cilët kanë krijuar programe dhe kanë shkruar 33 nga këto që të kryejnë 2 javë ose 3 javë universitete verore në Kosovë ose në Shqipëri. Kjo i ka dhënë mundësi që ata të njihen me gjeneratën e tyre në Kosovë, por edhe ka dhënë mundësi që ta njohin më mirë. Disa nga këta studentë janë kthyer kur me të ardhur në Kanadë dhe janë ofruar afër konsulatës, kanë thënë që jemi shumë të kënaqur dhe kemi nevojë ose jemi në dispozicion pa ashtu të konsulatës apo të ambasadës që të bashkëpunojmë me ta për projekte tjera. Këto janë shembe të mira që ne duhet t'i kultivojmë. Mendoj që kemi shumë programe të mira me prezantu. Na kanë munguar normalisht hapësirat, mundësitë, ndoshta televizionet, në këtë rast që do t'jenë të reklamojnë ato gjitha ato programe, ndoshta edhe ne kemi fajin tonë që në pjesën e komunikimit të medias, tash këtyre rrjeteve sociale nuk e kemi atë as rjetin, ndoshta as kontaktet, as mundësinë që t'i shpërndajmë gjitha këto informacione. Po ju kisha lutur atyre që të hyjnë në webfaqen e Ministrisë Punëve të Jashtme, na i shohin edhe në prezantimet që i bëjmë përmes platformave tona, pse jo edhe të shoqatave që e reklamojnë dhe të informohen më shumë për këtu mundësi që është gjëra që mos të shfrytëzojnë 33 tonë prej Kanadës.
Jemi drejt fundit, po nuk mund të lëmë pa prekur planet për vitin që vjen. Çfarë projektesh ose prioritetesh ka konsullata e Kosovës për vitin që vjen, për vitin 2026? Mas pare, duhet të them që gjatë këtij viti kemi qenë shumë aktiv në pjesën me komunikimin normal me shoqatat, me institucionet kanadeze dhe edhe pjesë që ju kemi fokusu diaspora shqiptare në përgjithësi. Por gjatë vitit të ardhshëm konsullata do të përgatit një sër aktivitetesh, cila do të fillojnë në fillim vitit me muajin e pavarësisë të Republikës Kosovës, që është muaj shkurt, që do të kemi prezantimin festën normalisht që dedikohet pavarësisë, pastaj një forum ekonomik që jemi në përgatitje për ta prezantuar sa mirë Kosovën në Shqipërinë. Jemi në përgatitje shumë të madhe, kemi filluar që është të prezantimit për herë të parë mbajtjes së paradës shqiptare, e cila do të organizohet në Toronto bashkë me gjitha shoqatat. Aty do të prezantohet ushqimi, tradita, kultura shqiptare. Jemi në proces të marrjes së vendit, e cila do të jetë njëra prej avenyve kryesore në Toronto, edhe jam shumë i kënaqur që me këtë projekt do të bashkohen gjitha shoqatat edhe do ta përfaqësojmë përpara, po ashtu në pikë specifike, cilën e kam thënë në takimin e fundit me shoqata, do t'ja dedikojmë futbollit në vitin tjetër, por shpresoj që edhe kombëtarja e Shqipërisë edhe nga Kosova do të kualifikohen për kampionatin botëror, edhe po lutem Zotit që lojët e tyre të ndodhin në Toronto. Kështu që nëse vinë ata në Toronto, do të jetë një aktivitet që do t'i organizojmë rinin ton edhe diasporën ton, po edhe ne normalisht në rreth kësaj. Ne kemi tashmë një turner tradicional që organizojmë që 3 vite me radhë në për gjitha shoqatat, kemi duke filluar pe Hamilton, ne kishim në London, kësaj radhe do ta mbajmë në Toronto vitin e ardhshëm, edhe që do të krijojmë një mundësi për 33 që ta ndjekin këto. Ai turniri dedikohet çdo vjetori të çlirimit të Kosovës, do të marrë ose në fund të muajit në fillim qershor, që korrespondon po ashtu me çlirimin e Kosovës, dhe është një ndjenjë mirë kur 3 që kanë këtu e kujtojnë luftën, edhe kujton sakrificën që ka bën populli i Kosovës, por që e respektojnë edhe marrin pjesë me një lojë, me një gzim ta quajmë ashtu të kurorëzimit me liri dhe pavarësi. Janë disa nga projektet në pjesën e parë, normalisht do të vazhdohet pastaj me dedikimin që do të bëjmë shkollës shqipe, organizime të tjera që do të bëjmë për ngjarje të ndryshme që do të vinë deri në fund vitit, kështu që janë një pjesë e aktiviteteve. Duket një vit i ngjeshur 2026, edhe hidhemi nga fusha në fush, nga trashëgimia, nga kultura, nga gjuha, sporti, arti, të gjitha fushat e kemi të munduara. Ona e bukur e kësaj e t'jesh në misione është sepse ti ke një gamë të gjatë aktivitete, ndoshta ona negative është nga që merresh me të gjitha, mundesh që nuk ti jesh i specializuar në eventet e caktuara, po fal bashkëpunimit që kemi shumë ngushtë me shoqatat edhe me institucionet kanadeze që normalisht të respektuar. Ne kemi derën hapur si Kosovë, po edhe si Shqipëri në çdo institucion që kemi shkuar. Andaj dua t'i falenderoj shtetin kanadez, provincën e Ontarios për ndihmën që ka bërë Shqipërisë, Kosovës, sidomos gjatë luftës, me intervenimin e NATO-s, po ashtu edhe me marrjen e një numri të madh të diasporës që tashmë jeton në pjesën e Hamiltonit vende ndryshme, që të cilët i kanë marrë gjatë kohës luftës për të shpëtuar, por që tani diaspora jonë po ja kthen me të mirë, duke integruar, duke punuar, duke u shkolluar, duke dhënë kontribut në jetën kohë për Kanadën, për Kosovën, për Shqipërinë e vende tjera. Falenderoj shumë që ishe me ne sonte në studio dhe ndave gjithë këtë eksperiencë shumë interesante dhe me shumë risi që presin 2026. Faleminderit shumë për ftesën, për mundësinë, me qenë se jemi në fillim të këtij normal programit ju dëshiroj shumë sukses, po ashtu me qenë se jemi në vigjilje edhe në muajin nëntor të trashëgimisë edhe të kombit shqiptar, do t'i uroj juve në atë parë, po edhe gjithë diasporën shqiptare dhe kombi shqiptar kudo që është për 28 nëntorin, për muajin e shqiptarëve, dhe uroj që ky muaj edhe shqiptarët të jenë sa më mirë dhe sa më suksesshëm në të gjitha sferat e jetës. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit.